Si tha Ministri e Shëndetësisë sa i takon mungesës së barnave në QSUT? Sot në QSUT nuk mungon asnjë bar. Asnjë bar. Sot në QSUT nuk mungon asnjë bar. Po, deklarata e kryeministrit cila ishte për barnat e spitalit onkologjik? Për herë të parë, hapim një linjë financimi nga buxheti i shtetit vetëm për këtë nevojë jetike, duke futur 15 milion euro ekstra në shërbim të pacientëve të onkologjikut. Jemi në korrik dhe në spitalin onkologjik mungojnë medikamente. Konkretisht, njëri prej medikamenteve shumë të rëndësishme i cili përdoret nga pacientët të cilët vojnë nga kanceri është Avastina. Më kanë ardhur me 10 mesazhe të pacientëve të cilët do duhet të bëjnë këtë lloj kimioterapie, por nuk e bëjnë dot sepse nuk ka. U kanë thënë në spital po ashtu, apo edhe nga burime të tjera që për ta gjetur këtë lloj medikamenti do duhet të paguani 850.000 lekë. Dhe unë pyes, në një kohë që këtë medikament nuk e ka shteti, si ka mundësi që gjendet kaq kollaj në tregun e zi? Unë pyes, si ka mundësi që sapo nis mungesa në shtet, pra në spitalin onkologjik, ditën tjetër këtë medikament e gjen në farmaci, në tregun e zi? Sepse ky lloj medikamenti nuk trajtohet në farmacitë e hapura, nuk jepet, nuk shitet. Është vetëm një medikament spitalor, ta siguron spitali, e sjell spitali dhe pacienti e bën. Si mundet kaq kollaj të gjendet në tregun e zi 850.000 lekë? Si mundet që kimioterapia të mungoj? Pra, ky lloj medikamenti trajton gati 5-6 lloj kanceri. Duke nisur nga qafa e mitrës, nga kanceri i zorës së trash, kanceri i veshkave e të tjerë. Si do trajtohen këta pacientë? Çfarë presin këta pacientë? Koha e tyre e humbur si mundet që të zëvendësohet? Është realisht trishtim dhe trishtuese që në 2026 pacientët të cilët vojnë nga kanceri ende vuajnë mungesën e medikamenteve tyre, ku fare qartë protokolli e thot, në mungesë të zbatimit të mënyrës se si do duhet bërë kimioterapia, pacienti pson regres, smundja avancon, nuk trajtohet siç duhet, pacientët shkojnë drejt fatalitetit. Për të mos mjaftuar kjo, edhe Linak Treshi, akselerator Linar Treshi që shërben për të trajtuar kancerin, pra me rreze, siç quhet, ka dalë jashtë funksionit sot. Përpara pak javësh u vendos në punë, tashmë ka psuar avari. Çfarë po ndodh? Erdhi një aparaturë e re, sot është jashtë funksionit. U kanë thënë pacientëve që do duhet të bëjnë rreze që shkoni në shtëpi, rrini në shtëpi, kur t'ju marrim në telefon ne. Pra i thon kancerit, pushoti aty, rriti aty, mos avanco sa ko ne të marrim në telefon. Po është qesharake. Është fyese, është krim kundër njerëzimit, ajo çfarë po u bëjnë pacientëve të cilët vojnë nga kanceri. A ka kryeministri një koment për këtë çfarë ndodh në spitalin onkologjik? Jo propagandës, por realitetit. Sepse është përgjegjës për të çuar fonde, për të çuar para, për të mos munguar ilaçet dhe pajisjet të jenë në gatishmëri të mos psojnë avari, apo edhe kur psojnë avari të ketë një backup.